Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yjeve. Prodhimi i Telegrafit që transmetohet edhe në televizionin Dukaqini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Atëherë, lavdem kena me vazhdu me një epizod të re, me një musafer tjetër të veçantë, po para se me vazhdu me pyetje, me fol për futbollin, mos harrojmë edhe mi falënderu sponsorët tonë apo mbështetës të këtij podcasti që pija numër 1 në vend, Golden Eagle, si dhe për aventura të reja. Është koha pushimeve tash me Ermyni. Me neve është Ilir Berisha, Ish mbrojtësi kombëtarës Kosovës, Shqipërisë. Një djalë që e ka nisë futbollin në Kosovë dhe ka bë karrierë bajagi të mirë. Ilir. Faleminderit me sy gjeta. Ilir apo na kallzon çuçi ja ke nisë me futbollin. Këtë dinë që ti ja ke nisë te Prishtina, edhe ke debutuar në ekipin e parë Prishtinës shumë herë si i ri. Po që në konë hopat e partu? Kur filloi ajo dashuria për futbollin? Shumica e shoqënisë e din që unë jam rrit në Gjermani, hopat e partë futbollit domethënë ku më në Gjermani, qysh në moshën 6 vjeçare. Prandaj edhe jam fan si flakti Bayernit. Me zamër. Atje kum fillu në vitin 2002 kur jemi kthy në Kosovë prap, ka qenë ajo dëshira me vazhdu me sport, edhe e mojnë menë si sot aty në mahall luj shumë poshtë, edhe më thanë do pse s'po vjen me ushtru në Prishtinë. Edhe qyteti e kishte atëherë emrin më të madh domethënë të futbollit ishte FC Prishtina, edhe pse jo u fut aty në gjeneratat e reja, edhe kalova deri tek ekipa e parë ku debutova me 16 vjet. Debutimin e ke bën në vitin 2008, a? Po. 2008 me Prishtinën. Qysh e kujton atë cilla u kon ajo loja e parë? A e mon halon men me Prishtinën? Shumë detaje, me të tregu drejtën, ka qenë kohë Ramazani, nëse s'di me ty më duket e kena pas diskutu, atëherë u patën suspendu disa lojtarë. Dhe na erdh mundësia neve nga juniorët, ishmi unë Besnik Krasniqi. Nikoni gjenerate e artë që kini lënë gjurë në futbollin e Kosovës. Sot akoma disa prej tyre edhe po luajnë për ligat mëdha, edhe bën mundi mirë se për mëna kanë shujt gjenerate e artë në atë kohë, kanë qenë edhe shumë lojtarë tjerë, ishte Viktor Kuka, Mentor Mazrekaj, na u dha mundësia me u paraqitë, me ushtru në pikë të parë me ekip të parë. Edhe debutimi ka ardhur, kemi qenë mrena ka qenë loja në kundër Kekut. Atëherë ishte trajner Ramiz Krasniqi. Ramiz ishte me neve te juniorat, Besnik Kollari. Besnik Kollari ka qenë trajner, ai na mori edhe tha që ka mundësi që ju mundi me debutu. Edhe mojnë men minutën e 75 kum pasy atë kohë fitum 1-0 kundër Kekut, edhe pastaj lojën e ardhshme i luajshme kundër Flamurtarit. Edhe më prej asoj kohë kam qenë pjesë e formacionit status. Domethënë Besniki është trajneri që ta ka dhënë debutimin me ekipin e parë. Po, e vërtet është. Që shokon ajo kohë te Prishtina, me lujt në atë kohë te Prishtina kom bajagi privilegje, dhe sot është për në atë kohë kom Prishtina shumë anal se tjera. Na si lojtar që kem kalu përmes akademisë ose përmes grupmoshave të reja, për shembull emrat e mëdhaj si Isuf Lumnica që kom pas fatin me lujt me to kanë qenë emri i madh në atë kohën e futbollit, e ka pas edhe shumë emra të re ka qenë Milaim Humolli, Florim Humolli, krejt këta domethënë janë kon pjesë e ekipës që kisha dashur edhe përmes këtij podcasti mi përshëndet se kanë qenë edhe ata një pjesë e procesit që shpejt me u inkuadru edhe në ekip. Edhe kam pas shumë të lehtë domethënë me i afru gjeneratën e re, se në fundit futbolli i bashkon gjithë pa marr parasysh çfarë moshe ke apo kulture gjona tjera. U kon shumë e madhe për neve. Unë e mojnë men edhe para kësaj kohë nëse mojnë men bojkotin ekipa e parë në kryet Afrim Tovelanit ku kanë qenë, na u ka dhënë neve mundësia me juniorët e Prishtinës me lujt ndeshjen e parë nën reflektorat në stadion Prishtinës kundër Drenicës. Ndjen që nuk harrohet kurrë. Dhe u kon futboll më ndryshe, u kon futboll më fizik. Po jena rrit, kushtet nuk janë konë që shi kemi sot, për shembull këtë kjo infrastruktura që e ka për shembull FC Prishtina sot, në atë kohë nuk ishte, po për neve kanë qenë shumë të mira.
ai fare etja për me lujt për FC Prishtinë me prezantu kon shumë e madhe. 3 vjet e Prishtina në vitin që dolin kampion ti largohesh në janar. Qysh orë dejte patëm një diskutim, unë mendoj që edhe kjo kampion i Kosovës ti thoshe nuk është. Ata kanë dhënë medaljen, ata kanë pru. Medaljen që bën të kufizuar me numri, po militar që i luan, domethënë gjys kampionati është kampion. Jo, ne mendoj që kush tjetër deri në fund del kampion, çashtu ai, kush është ato, ditën që shpallet. Na është se luan asnjë lojë kom pjesë. Ja, duhet me lujt, Kieza luajti 5 lojë. Po është pjesë e ekipit. E kapi lojën e 5 të mund medaljen, domethënë 5 lojë në Premier League. Unë vet nuk e quaj veten kampion me Prishtinën se normal ajo pjesa e ceremonisë e ka domethënien e vet. Po veç që dhon kontributin në 50% kampionatit. Unë prapë them, unë sa e përshoh vet, se na e patëm edhe diskutimin me ty pak më herët, si do të jetë ajo pjesa e ceremonisë për mendimin tim më shumë domethënse, po nuk normal mjet pak hatri se për shembull kam shumë kontakte edhe sot me ish lojtar me Armaliqin e shumë tjerë që e kemi diskutuar, i kemi marrë kontaktet, po ajo pjesa e fundit siç thash është e ka lezetin e vet. Po. Unë Qysh erdhë me shku? Unë kom pas dokumentacionin halo Gjermanisë, domethënë vizën e kom pas drejtën e lëvizjes e kom pas vazhdimisht, nëse ju kujtohet kom pas edhe shumë opsione ku kom dalë edhe në për prova. Po. Kom qetë. Çto po duam Eler, në vitin 2012 në janar, para se më shku në Suedi te Orebro, në Gjermani, shkon në Mine. Po. Te skuadra 1860 te rivali lokal i klubit të Zemrës. Shumë e vërtetë. Ka lënë një javë aty. Shumë klub i madh çaj. Shumë klub i madh, po kanë vujt shumë, kanë vujt shumë me financa, po është klub i madh, vazhdojnë shtypën. Ç'ka ajo periudhë domethënë te ajo skuadër që natku bonte gara në Bundesliga 2. Edhe pse su finalizu transferimi. Tash se ti kon kontratë me Prishtinën. Po. Pak me rikthy trakën mrapa, si në ato vite ka qenë shumë shirë me dëpërtu, sepse menaxher shumë nuk ka pas. Nuk ka pas. Futbolli tonë me bu kon probleme. Fokus në ligën tonë, për fat keq nuk ka pas, transmetime ka pas, por nuk u kanë domethënë fokusi që është në ditë sot, normal, edhe që është sot që është se mundësit janë shumë të mëdha. Unë e kom pas një përparësi drejtën e udhëtimit, edhe jo mundun të në mënyrat, Remo Rashica, që e moni menë si emën, ka qenë një menaxher të parë shqiptar që ka mundu mi unimu lojtarëve kosovar, edhe falenderoj shumë për gjitha ato kontributin që e ka bo, se edhe falë ti me ku mujt me arrit ku jam edhe ku e kom kriju karierën, pa përfitime heq, do me thonë thjesht u mundu me implementu një frym të re që me mujt mi qit talentat e ri, do me thonë për Evropë, edhe kam qenë edhe te Osnabrüku më herët, kam qenë te Žilina e Slovakisë, kur erdhë momenti, Remo ma ofroj si mundësi, na i boni me shku me u provu te 1860 mëne, për mu ishte shumë e madhe se tash të e qujt pak edhe faktin se isha fanë si Bajenit, nuk e disojnin Dioni, është rruga kryesore që i ndonë dy ekipe, do me thonë, prej infrastrukturës treningut. Kushtet fenomenal, nuk e harroj kur një ndërlojtar që mu ka afru shumë afër ka qenë Kevin Folland, si ka dhe me kombëtarën e Gjermanisë. Ka qenë edhe në Monaco, në Hoffenheim, halo aktiv Leverkusen. Edhe përvoj shumë e mirë, i pa të pëlqy trajnerit, atëherë bile nëse s'gaboj ka qenë një farë investitori i Izraelit, që synimet e ti ishin për me marrë ekipën komplet, po jemi konë 3-4 veta, jemi konë prova, 2 prej tyme jemi konë shumë aktual, do më thonë për më nalë, dhe për shkak të interesave tënve personale, a i vendosi që 2 ditë para se me i mbaru në provat, i blokoj komplet transferet. Tha unë nuk du me dhon lek, edhe në formë revolte, pse ekipi nuk ka mujt me bo arveshje për me mora i ekipën. Normal dëshprimi ka qenë i madh, e në zora biletën për më këthy në shpe, edhe u pata përgadit që për vazhdoj sezonin me Prishtinën, ata vetëm pa të nshku në fazë përgatitore ose u konë janari. Qashtë, bile une kur ju më largu, ata veç jenë pas njës që dit me autobus për në Ulqen. Edhe u bona gati,
Më bën telefoni mas 2 dite që ati që kisha me uthu, tha apo vjen e nësu e dite ore broja me u provu, edhe vendosa me shku, ndol fati ashtu shoj që mora kontratën edhe ngella atje. Në provat e ore bro, e ki pas një ndeshje miqësore ku e ki rujt një sulmus kosovar për balje e një top sulmus kosovar, ta që ka zë një djedi, edhe ajo loj ka bo që ti më nënshkru. Është të vërtet, mendja e kejt... Berat Sadik. Berat Sadik. Skoka kosovar është i shkupit, po sulmus shqiptar. Berat Sadik në të ko ka lujt në HJK Helsinki. Berat Sadik u konë një farë... Halelun më raj? Halelun, po sa konë që në atë kone... U konë që në kone fundit Qipro, tani erdhë Macedoni është të lu, është... A në Macedoni u? Po, Macedoni u konë në tikë vesh më do këtë u konë vitin e fundit. U konë Qipro e di që u konë, halo kemi pak kontakte në të mediat. Edhe u bon rënvesh që unë me i vazhdu edhe 2 ditë provat se dojshin ata e kishin një farloj turnirit vogël që shkojshin në më thonë Rebro me shku me i lujt në Finland, Skandinavi që luhen turniret. Edhe aty ta shti fatin unë me e këthy pak halako ma mra pa ketë këtë inqizem është që unë në ekip të Rebros kam gjetë Valdet Ramen, kushtërim Lushtakën edhe Armend Alimin. Këta do më thonë janë kone edhe ata që më kanë dimu, më kanë përkra, më kanë të regu si shkon, që ka duhet, edhe kom pas normal paraqitet mi pas më atleta. Kur kem shku me lujt kundër HJK e Helsingit, ka qenë shumë interesante se Valdeti edhe Berati kishin pas një hëri për njëni tjetërit, se më duket kishin pas lujt kundër njëni tjetër më herët. Berati ku konë shtatlart, i fuqishëm, një prej sulmuzë më armin në Skandinavi. Edhe kur nuk e harrej, ishke minuta e 20 dishur, edhe për me hina brutal, najer. Qysh dënte? Ai nuk e kish ditë që jam shqiptar. Edhe për ju kthehet Valdetit, kush o brëqky që në mbrojt, si tha se të kokadin taman isha atër shumë i nhall shumë me krasu sot qysh jam. Edhe tani në aro me bisedu e mojnë men mas ndeshjes, jena pas më ledh në hotel bashke, kena më najt 2-3 ditë, sa kemi najt aty, kemi kriju shoqni, edhe sot asaj dita halo kem shoqni. E kujton që do më thonë, e gjërujt mirë. O, Rebro ka pagu të Prishtina në atë kohë për në të morë, se të e konë në kontratë. është një shumë që është ajo shumë e solidaritetit. Solidaritetit, solidaritetit që ekipi Orebrus ka shprej dëshirë me pagu. Sepse simbas rregullat UEFA-s dhe FIFA-s, për shkak që na nuk ishme halot pranu, nuk u konë detyrim me i pagu. Po ata kanë shprej solidarizëm për me i pagu edhe me i një mu ekipit Prishtinës. U konë një shumë jashtëzakonisht 75.000 euro, 75.000 euro që për sot për atë kohë u konë lera shumë e madhe. 30% e buxhetit një klubit Superligës u konë. Se ma shumë se 200.000 euro si kanë harxhu atëherë. Po, edhe vlen mu cek që unë kontratën do më thonë më kishë skadu gjysëm sezonën do më thonë verës. Se kontratë se e mojnë men atë ko edhe kishëm tendenca për me vazhdu kontratën, po zdojsha me u lidh të e ditë qëllimin që ke pas. Edhe qysh buhet për shkak edhe me lidh kontratën e kishëm adrojen që a mund dalëm ajo. Po. E kështu. Në Rebro fillohe me shkëlqy, edhe patemoni Nofk Air Berisha. Ato shkëputja që i bëjshë, do më thonë, gjatë ndërprerje, me kokë, bëjshë edhe golla bëgjishëm. Definitivisht mu i me quj që kulmin e karierës, edhe kohën më të mirë të karierës e kum kalu në Rebru, shumë shpejt pëlqimin e kum marrë shumë nga stafi, nga lojtarët, po edhe nga tifozët që qysh është sike edhe vetë ma kanë lonë bile halo e mojnë men e bëjshin qështu farë në fund vitit ka i majic edhe se cili me një nofë që u shqurke mu ma patën lonë Air Berisha edhe patën qitë Shqiponjën u konen me festu me Shqiponjën edhe ndjen shumë e mirë, edhe sot e kësaj dite kam kontakte bile vitin e kaluar edhe më kanë ftu si në formë të ish lojtarëve këty në herët me e kanë lojë miqësore që luajnë edhe mi kujtu pak njerëz. Ne mon kontakte domethënë me klubin. E përmena që nuk i kon vetë ore bro. Nuk i kon shqiptari vetëm, nuk i pas Valdet Ramen, Armendin edhe kushtërimin. Po. Shumë ma letë u ka bo.
Mata. Edhe Alberti u kon aty, po një Alberti u kon një pjesë shumë të vogël, pastaj u pat largu. Po në fillimin e ki pas aty edhe Alberti. Fillimin u kon, po, e vërtet është. Sa është përderisa ki luajt shumë kohë jashtë, sa është më lehtë kur të kishte edhe bashkëlojtar të tjerë shqiptar. Ma bëm vjen edhe Shpëtim Hasani, një prej sulmuesve të parë që i thotë po Kosovës. Me marr parasysh që na e ndrojmë një vend në moshën 19 vjeçare, me lanë e me fillu një jetë me një gjuhë, me një kulturë komplet të re, nuk ka qenë e lehtë me kriju atë rrugë vetë. Në këtë aspekt janë shumë falenderues që e kom pas mundësinë me i gjetë bashkëvendas tonë, që kanë shprehë edhe gatishmëri edhe me na ofru në familjet e tyre, tash se Valdeti ka pas edhe familjar që kanë jetuar në Suedi. Edhe kanë bë domethënë ditën me për neve me pas më të lehtë me e kalu, mos me pas nashta mundësinë. Edhe mu mërzit, se tash në moshën kur isha 19 sa isha hajtë se dal, nuk e kam problem, po tu e po që sa mirë ishim konë shpe, pa gojle, pa derte. Normal që mërzia ka qenë aktuale, po thamë falë këtyve djemve, se kjo ka qenë edhe punë reciproke. Edhe ata janë konë të vetëm, do më thonë pa familjar, po e kem gjetë një tjetrin, e kem përkron një tjetër, edhe konë shumë a letë me i kalu ditë, kem kalu tepër ditë mira, edhe sot dhe kësaj dita akoma kem kontakte të vazhdueshme me krejt për këtyna. E përmenëm shkëlqimin të Orevro, pas një kohë shumë shkurt vjen edhe ftesa nga Shqipnia. Se ke prit ftesën atë kohë? Për bëhet fjalë në atë kohë konë kulminacioni i lojtarëve. Apo si se ki pritis? Po ta mojnë men, nëse s'gaboj ka qenë një shkrim që u pa dalë që fokus është vënu me një qendër mbrojtës në Skandinavi. Atëherë na nuk je shumë. E mojnë men u konë Loret Sadiku, edhe na që im konë taman qendër mbrojtësa. Me Loretin kishmi kontakt, se na bike me lujt, edhe për i lexoj, atëherë unë me ty kom pas shumë kontakt të make edhe para se me dal, edhe ti i dishe do sene ma shumë që i dishmi na. Ka pas e me të ndrit, kësë sigurt. Jo, po ish pas marrë vesh që Paulo Tramezani pat ardhe pat shqyqu një loj, edhe im taku, kanë shprej dëshirë, nevoja u kone madhe në atë kohë për qendër mbrojtësa, edhe shumë shpejt ka rrjedh. Nëse zbesoj, nëse nuk gaboj, dikon rreth 2 javë gjithçka u kone kryme. Edhe në ftesa u bashkova, ishte atëherë loja kundër Norvegjisë. Kundër Norvegjisë në Tiranë. Edhe shumë shpejt rrjedhi gjithçka. Edhe arrita me vesh edhe atë fanelën ose me kon pjesë. Me kon pjesë mjafton, mjafton. Nuk është e mjaftueshme, po shumë e lojtari domethënë nisi përfundon karrierën, nuk arrin, nuk kon vesh një grumbullim. Edhe aty pastaj kam gjetë shumë shok që edhe sot kem kontakte, Samir Ojkanin, e plot të tjerë, Armen Dallko, Debatik Currën, e shumë tjerë që Elsejt Hysen, edhe atje u kon një frym shumë interesante që shumë let ki mujt me hi në grup tyre, s'ka pas grupacione, thjesht u kon një frym. Atë metër peng që nuk e debutu me kombëtarën e Shqipnisë, edhe pse e dimi që ajo loja para lojës me Norvegjin ka pas mungesa të lojtarë shkaku kartonave, deri në moment fundit je kon gati për me debutu, po në fund Deviazi vendos për Tefik Osmanin. Komunikimin që kemi pas me Paulo Tramezan edhe me Gjanin u kon tepër korrekt, do me thonë gjithçka ka ndodh në sy e faqe që thonë, do me thonë gjithçka është diskutu, çdo vendim që u marr u diskutu, të kanë paralajmëru edhe për muni tamam korrekt. Edhe unë jam shumë falendërues që e kom pas mundësinë me kon pjesë asaj, vetëm dalja në fushë ka qenë ndjen që nuk përshkruhet kurrë hiç. Edhe normal peng mbetet, po pja prap nuk e quaj si dështim, sa definitivisht u kon një prej momenteve ma interesante në karrierë, shumë shoqni familjar që kanë qenë në stadium, që alo sot i kam ato 2 ndresa që do me thonë i boj kujtim, edhe kujtimet po thamë janë ato që e bojnë këtë sport më të bukur. Se më nuk grumbullohet shkako edhe i lëndimit, lëndimit rënd dhe me një kohë gjatë. Ashtu. Para asaj do një ofertë shumë të forte ka pas. Shumë të forte ka pas një ofertë, po kthehemi pak te kuar klubeve.
e kon shumë pranë transferimit e Monaco. E përmend që jena kon shumë të afërt prej fillimit të karrierës, e di që ka rrjedh procedura. Monaco në Francë, do me konë shkëlqeshin Suedi, Monaco në Francë shprej interesim me transferu. Po edhe për kundër që klubet ju në marrë vesh, në fund dështon shkaku i pasaportës. Ata nuk ishin vend për një lojtar, do me konë, kishin blokuar. Po, blokum ekstrakomunitar që i ka. Për ekstrakomunitar. Që kujton atë ku, kina shumë njëpe. Me të regu drejt, kjo ka ndodhë gjithë shka mrena 24 orëve. Patëm ra prej Superligës me Orebron, edhe fillum kampionatin, do me thonë fazën përgatitore në janar, faza përgatitore atje zgjat shumë, 3 muaj, se e kemi sistemin e garimit pak më ndryshe për shkak të kohës. Vetë kalendari e kluhet. Valdet Roma ishken atë kohë edhe në ekip të Orebros, edhe hasi pak probleme me trajnerin. Në atë kohë e kishme agentën e njëjtë, do me thonë menaxherin e njëjtë, Oliver Cabrera, një emër shumë i madh në Suedi, që bëj ke transferime bombë. Po, do me thonë nuk u marrë ke me gjithkon, varet si mbas kërkesës. Edhe nuk e harroj kur, kishëm stërvitjen me mëngjes, në ora 10, ishte 31 janari 2013, edhe Valdeti s'di diçka lëndohet në thu të kamës, edhe hinë mrena në zhveshtore. Mbarojmë në stërvitjet, hinë mrena, e kim pas fitnessin aty afër, edhe hi mrena e shoh Valdetin të qesh. Thash Valdet, çka u bo? Tha e kryta në Valladolid. Tash marrë na, s'ka një orë gjysë që na i të në fush bas sens dit, tha më ka thirë Oliveri, tha jena marrë vesh, sa ata vish kishin pas fillu procedurat e largimit klubit, tha bënu gati në ora 4 e ki testet mjekësore, edhe në ora 6 më në shku kontrata. Për Valdetin. Për Valdetin. Edhe normal gëzim u konë edhe për njëve, se a i venda se ju një, edhe Valdeti bëhet gati në ora 4 testet mjekësore kalohen në shkruan e bën zyrtare. Në mramje e lem unë ndëgju, se folë shumë FaceTime shumë. Edhe tash për më thirë, tha ku që ko me të kalzu. Thash qa u bo, tha rrugës me Oliverin të shku atje, tha më tregoj që kontratën e ki post kryme me Monakon. Monakon atë ko garekin ligën e dytë para se me bo bunë. Nuk më kujtot kush u kontrajner. Kishim pas shprej interesim, tash mundësi të skautimit atër janë konë shumë atleta, edhe Valdeti më tregoj që Oliveri s'ka dosh me bot molle për arsye që pat u prish krejt transferi për shkak që s'kum pas pasaport evropiane. Atë ku e kisha halo pasaportën tonë, po isha me vizë pune atje, se ishte viti i parë. Edhe më tregoj krejt që janë pas marrë vesh klubet gjithçka, kur ka arë po punat e dokumentacione, ata s'kishin pas vend për Bashkimit Evropian. Edhe si mundësi, do me thonë, nuk e qu edhe ajo shumë interesant, se nuk më ka met në kry, po si nështë për audiencë u konë shumë interesant. Kishin ndryshu komplet karriera jote, pëse me bashkuatë. Ndoshta edhe sot si shak të. Nuk i dihet. Kur jem të prishet e transfereve dhe në kin një konë shumë ngatë me shku, të Shengaj SPG. Se ata i kanë 4 Shengaja. 4 Shengaja. Çfarë oferte ke pose, e mon men edhe... Shumë e madhe. Detajisht i mojnë men, mbarova kontratën me Orebron, po morën vesh që nuk jena me vazhdu kontratën nga 2 palët. Edhe isha në shpe, edhe po më bën telefoni mas një 2 javë nëse s'gaboj, mas e vishu morën vesh që s'po vazhdojmë. Edhe po më thirë, po paraqitet një Suedez, folë anglisht me mu, thot, kom thirë me detyr prindit tem. Edhe po më tregon, jam djali Sven Göran Erikssonit, të ndjerit. Edhe po në regull, tha, baba, e që i ke babën e vetë, e ke babi ka folë me Tort Gripen. Ata ishin kolegë të punës, Tort Gripen trajner i Kosovës. Ishin pas në dëgju për telefon, edhe tu bisedes e ka pyet Sven Göran Eriksson, a ki në mbrojtës që ma kështë supozu se po më vynë me mentalitet skandinav atje. Edhe Tort Gripe e kishë pas thonë emnin tem. Këto une masani e ku marrë vesh. Edhe më thira i agenti, më thot a i interesu me arë në kinë.
s'kish kjo nevojë me vetë 2 herë, po Kina bo me ka posë atë. Atëherë u konë 3 lojtarë të hujt kanë pas drejt me lujt, edhe po të mhi biseda taman kështu zyrtare, po të marrë vesh edhe për kushte, për gjithçka, kontratë 3 vjeçare, edhe kur erdhi puna të dokumentacionin, pyeti tha çfarë pasaporte ki, edhe i tregova. Po. Edhe aty dështoj prapë. E njëjta arsye. Megjithatë ofertën e ke pasur në tavolinë. Gjithçka domethënë u konë gatshme, jena pas marrë vesh gojarisht, thjesht kanë qenë ato momentet e fundit në shkrimit kontratës, po prapë them kur nuk është diçka që është konë e shkrume. Çfarë oferte ke pasur në atë kohë se Kina ka dhënë lek koxha. A do të më dhon shifra? Jo, u konë një kontratë e majme. Janë konë pyetje domethënë mbi 500.000 euro rrugë vjetore. E neto plus bonuse tjera që jena pas marrë vesh pjesë tjera të kontratës që kanë qenë makine këto që shkojshin deri te 800.000 euro në vit. Normal një kontratë në atë ku 2015 që çdo kush ndoshta kishte ndrru, po prapë them, ka qenë diçka që e marr me vete dhe e maj me vete shumë se Sven-Göran Erikssonin unë e kom pas fatin edhe me taku para se me vdek. Kur arrita me ndryshu në Karlstad edhe ma pat përmend, tha njëherë më ka dyshtu transferi më po sa herë s'ka. Der pas asaj kohe vjen domethënë edhe te kombëtarja e Kosovës. Qysh erdhi deri te ftesa, te Albert Bonjakun domethënë ki pas njohje prej Orebros. Ju i thonë Orebros. Kam me kesh kur t'ja përmenum këta emna tjerë të ekipëve, se na si thojnë asnjë mirë. Vesh Malmo më nduket e thojnë. Malmo, s'ka qyshe. Garanto dhe ato. Malmo i thojnë, Malmo. Si i thojnë Malmo? Malmo, te Malmo ko mirë. Qysh vjen deri te grumbullimi me kombëtarën e Kosovës? Edhe ajo ka rrjedh shumë shpejt. Bisedat vetëm pa të fillu për me hy, domethënë në UEFA dhe në FIFA për kombëtarën e Kosovës, edhe ne si shtet. Edhe ti u pate kthy prej lëndimit në atë kohë. Edhe domethënë mu pota fatin e keq, domethënë kur ishte aktual për më dhonë rasti me Shqipnin, erdhë lëndimi, kontaktet i kom pas të vazhdueshme me Gjanin, edhe normal tash mundësinë e kapi dikush tjetër, po prapë po them, erdhë mundësia u paraqet në Kosovë, atë bisedojshëm edhe me ish lojtar domethënë që kanë qenë për Shqipnin, kush do i kemë ndru. Samiri Loreti. Kanë qenë domethënë pak pjesë edhe kombëtare që edhe për neve na kanë konvenu, edhe u dhe jep ke mundësia me lujt domethënë për Kosovën që ndoshta dikon tjetër ka pas konkurrencë më shumë. Edhe ka marrë vendimin me përfaqësu Kosovën, thjesht ajo s'ka pas edhe diskutim, e kom pas edhe ndër më herët, nëse monin men para se me dalë në Suedi, u patëm ledhe dhe kombëtarja e Kosovës. Jun kon ato grumbullimet. Bravo. Inoficiale që janë konë. Edhe me to tani jena pas marrë, edhe kom pas shumë të lehtë vendimin. Edhe u bënëm një grup goxha i mirë, e përmenë Shpetim Hasanin, Kristian Nushi, Loreti, këtë këta u konë Flamur Kastrati, po. Edhe u konë një ekip goxha simpatike, edhe u konë thjesht emocion, e majnë men edhe sot ai grup, do më thonë, u konë emocion 100%. Grup i hazakonshëm. Kushte nuk kemi pas, nuk është marrë me thonë, po është konë definitivisht dëshira e marrë, Anel Rashkër e majnë men edhe në atë kohë që thjesht gjithçka kemi bo për më mujt me armë për fatsu shtetin tonë. Rashka i Berisha, Përdedaj, Kurani vjen më vonë. Shumë ekipin. Keni lujt kryesisht ndeshje miqësore me skuadra si Frankfurti, Verderi, luj me kundërshtar afrikan që nuk e din as ku i bin çato shtete. Po ku një farë krenarie, domethënë se jena konë në atë hapin e fundit para pranimit. Të lind. Po, të lind. Unë menoj që këtë këto na kanë bo mirë se në fundit me mbledh u kanë diçka shumë e madhe, me njoft një tjetrin, na s'kenë pas kontakte për shembull në për Evropë kush kur ka lujt, po u kriju një grup, u kriju një shoqëni, u interesoj shumë për një tjetrin, i përcjellshëm kampionatet e një tjetrit, edhe mbi gjitha kur vishëm domethënë me përfaqësu shtetin ton, ajo bashkimi i krejt kulturave, përvojave tyre në për ekipe,
u konë diçka shumë e madhe, se pe kuptoj, nështë ta për dikon nuk u konë shumë me lujt kundër Verderit apo Frankfurtit, po veç për neve mundësin me nejt bashk, me kriju dikun për një të ardhme, që sot ka hala lojtarë, do me thonë që e përfatsojnë që e jem Milat Rashicën për shembull, edhe ajo kon pjesë si 16 vjeçare e Kosovës kur kemi luajtur kundër Verderit. Edhe ata domethënë lojtarët kanë rrezikuar jashtëzakonisht se me çdo lojë. Pas kur një far siguri, një lëndë. Jo kon këtë profesionistë dhe në shku me lojë, si më thon amatore. Mos e thëmë në turnirat Bajramit se pak pa lidhje, po ama është një farë sakrificë goxha e madhe që u bën. E vërtet. Çashtu është, po prapë them, dëshira e madhe për me përfaqësu shtetin, sa do pak që kemi ditë në atë kohë, do me thonë prej lojrave evropiane dhe kampionateve ku na kemi zhvillu e jemi rrit, u kon e madhe për neve me ardhe me përfaqësu shtetin tonë. Ndjen që definitivisht nuk përshkruhet. Ndeshja më falil vokre me Shqipnin, ku edhe lëndohesh, është një fata romoki. Është një fata të të nimu në baril me lëshu fushën. Ka pas shikus shumë, që moj menë një farë feste e modhe. Dhe s'besoj asën që ka pas ma shumë Dhe më thonë, pa ka rika o konë fatin. Po, edhe konë full. Dyrët ju në thy, të në onë full. Qyshe kujtë në ndeshje edhe pse u konë një moment pak i eron për ty që e lëndu, po u konë një farë krenarie me lu para gjithat një shikusve. U konë, gjithçka u konë e para përgatitën, do me thonë, për një fest madhe, për pos ndeshjes, pra po thamë koleg. Me testu edhe kualifikimin e Shqipërisë. Ish koleg të kombëtarja e Shqipërisë, koleg që na e prit shumë, do me thonë, u konë një fest shumë e madhe, lojë miqësore, gjithçka do me thonë u konë pozitive sa i përket asaj ndeshje, kërkesa e madhe për bileta, sot e mojnë mend, do me thonë, sa ishin i kanë përmi 16.000 ulse, po su konë rani 16.000 se një përmi tjetërën hëpshin. Ceremoni e monin men edhe jo vetë, gjithçka do me thonë u patëm dzeje, na patro muftuf prape, jo përshëndet, ato përshëndet, po normal u konë momente, u konë djenje mirë, edhe tashti po ta fatin mu lëndu, ajo është futbol që mundet më ndodh, po do me thonë nuk u konë diçka që, po u konë si atmosferë super e mojnë men, do me thonë edhe rrugës kur kum pas shku për të spitali amerikane pa ta bo shpejt atë farinqizimin magnetik, edhe minere kum shu televizori me këshyr lojen. Edhe tash pej fushës aty, mrake, adin e ndjesh ataman lojen si me komplet. Edhe në mramje tani masani prap pa ta shku se në shumë shpejt, ta shko pusha, unë edhe me shtaka pa ta dalë, pa ta bashku me djemt. Edhe, ja, u konë djenë shumë e mirë, atmosferë, tepër e bukur, ndoshta një prej eventeve më të mëdha, mas luftës u konë që ajo lojë. Për ty është ndeshja që nuk e harron kur me fanellën e kombëtarës? Përkundër që është ai parë lëndimi i fatkeq. Patjetër që nuk e harroj asnjëherë. U konë ndjenë që po thëmë prap gjithçka më varet lidhet me emocion. Çdo ndeshje ka atë emocionin e vet, edhe e ka atë bukurinë e vet që e mon njeri me vete gjatë karrierës. Tu i qujt edhe këtu ndeshje që i përmenëm jo oficiale, do me thonë me Verderin e këto, gjithçka e ka pos bukurinë e vet. Po patjetër si eveniment kisha dash me veçu këto në lojën me Shqipërinë. Cilët për lojtarëve të asoj kohë i ki ma shok? Po flet për kombëtarën e Kosovës. Shoqni besoj që kam me gjithë, tashti jeta po cjell, po kena kriju familje, obligime, angazhime, kisha dash me cek definitivisht Flamur Kastratin, me cilin e gjithë ma larkë se dje kem bisedu, e kem shkru, edhe takom, edhe me familje, na ka qëllu edhe ofër. Ti shkon në Norvegji shpesh, a vjen Suedi? Mojna kontakte goxha shumë e ta. Po, pra po thëmë, kam shumë shoqni që kena moj Hekuranin e përmenet pak më herët, Samirin që shumë nuk na bjen ashta shumë, po prap e kem një tjetërin. Samirin e ki pas edhe Cimer? Bravo, Cimer. Shtë të Kosova edhe të Shqipnia. Pengu maj madhë në karrierë, që nuk e lujt me ndeshje kualifikuese me kombëtarën e Kosovës. E vërtet. Mjetë marak, se normal u konë një ndjenë që s'përshkruhet, e mojnë me ndeshjen e parë kundër Finlandës kur u lujt u konë
edhe veç me shiqu se pra po tham, shoqënia që e kem kriju kur i pashëm tu i lut bashkë lojtarët, na u rritshëm edhe vetë si tifoz. Po normal atë shpresën e kom pas që më mollon mundësia me mujt me paraqit një ndeshje oficiale, po pra po tham, diçka që nuk u kanë shkruar nuk mujna me bo shumë për to, po u kanë diçka që me të peng. Transferimi të Gefla, ja thëmë e unin mirë, Gefle. Shkon, pas ta vjen edhe në Shqipni lumë pak. Po. Të Gefle një vit. Po. Të Gefle shkoj një vit, edhe pas ta vjen mundësia me Flamurtarën e Vlorës. në fakt me të regu drejt pa ta shku për me nënshkru me Partizanin. Po, a? Pa ta shku me nënshkru me Partizanin. Ko ka lidhë Tiranë pas ka përfundu në Vlorë. Jo, kështu ka qenë. Në fakt, Me unë nis për të Partizani, hinin në loj Skënderbeu, edhe në fund përfunduan Flamurtar. Po. Po, Flamurtari ka dhonë shumë lek në atë kohë. Si shke mënyra e qazës di, u konë shumë interesant. I ka pas me shkrume, se mi dhonë si dhoke, po i shkru i gebile. U konë, po thëmë edhe ajo shumë shpejt ka ndodhë, me thonë, kontakti me Partizanin, jemi konë prakt arritjes marrëveshjes edhe atje, nuk u bo, edhe në fund përfundohan Flamurtar. Në më thonë që s'ka ka rrjedha aty shumë shpejt, atër edhe kisha pak qefin, pak me ndru, me kriju një karierë ndryshe, Liga e Shqipnisë ishke goxhe e fort në atë kohë, edhe e provova. Nejse tash ato faktorët e jashtëm pse nuk shkoj mirë gjithçka me atë klub janë që shkaku i borxheve ajo borxhet e gjithçka domethënë pjesë menaxheriale që na nuk kishim fort me bo, po them krejt këto janë pjesë e karrierës që njëri po rritke e po i marrë me vete. Veç një vjet përvojim Vlorë. 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë Vlorë, po 2 vjet e gjysmë, tamam se në 2007 tani e kthy në 2017 atje. 2 vjet e gjysmë sot kanë me të borxh edhe ai ki nxjerr këtë parat. Kështu bash direkt, se po ne Në fillim kur o dalë sigurt i kanë me. është i halo vazhdon domethënë na përmet janë Shqipëri mu përpol për atë periudhë, që domethënë Flamurtari, edhe pse sot është një prej klubeve më të organizuar në Shqipëri, po në atë ku ka pas probleme. Edhe presidenti, domethënë që Sinan Idrizi është i njëjti, pa i ka gjithmonë ato problemet me bashkinë, jo privatizim, jo privatizim. Për me i rot troç. Borxh na kanë pas met. Po. Mbi gjysmën e kontratës, domethënë vjetore, edhe ato lekë kemi marrë në vitin 2019. 2019. Kur e kom nënshkru kontratën me Jungshile, mas një javë më kam pas marrë në telefon, edhe tha hajde me marrë lekë. Që unë s'kum llogarit në atë punë heq. Andora? Cash. U konë formë e likviditetit tënve, janë konë shumë korrekt, nëse se Londonën e kom pas në FIF, se kom pas domethënë me pasaport shqiptare, dhe pa i ra domethënë gjën e gatë thjesht obligimet janë kry, javë kem falë dëm shpërblimin që u konë për FIFA-s, edhe janë kallëzu korrekt, nëjse tash korrekt i bjen me thonë, se me rëndësi do më thonë ato lek janë marrë, une me dijet em që e di i kanë likvidu gjitha borxhet. Gjitha borxhet, to është e vërtet se ata i kryjnë, po veç ai Sinan Idrizi ka një far inati me bashkinë që nuk po se ata se japin klubin. Ata janë të mojt si peng. Nuk e di sa qysh janë po e di që kanë pas probleme goxha të mëdha në atë kohë, po që tash na rohisë neve. Janë të vazhdu ato ndër vite kanë vazhdu, ai ka investuar shumë parë, domethënë Flamurtar. Si në klub, si në stadion, po domethënë fundit prap ti ruaj aksionarësh bashkia, aksionarësh bashkia. Ja ruaj 2 vjet parë ta më ja japin. Rëndësi më i madh. Po. Qysh e tha Romoki 2017 në kthehesh pranë Suedi. Po, në qatë kun 2017 domethënë linda dhe djali, edhe na e kishëm fokus që me linda atje. Edhe po kthena mendjen e kisha që me fillu prap dikon në Allsvenskan Superettan se kisha problem, thjesht s'do isha me Roma poshtë. 2 nivelet e para të futbollit së des. Edhe në paraqitet Västeråsi. Västerås, Västerås, po. Aha.
Ata garojshin, domethënë, i bikin ligën e dytë. A2. Po dhe tretën me i këshyr atje. Edhe unë me njëherë thash, i kam pretendime tjera, mu lëshu edhe një agent, tha, po bile dil këshyr që ka kanë me të ofru. Se kisha problem, thash me dal një kafe me pi edhe me i ndëgju. Edhe ishka atër një drejtor sportiv që më kish pas për cilë qysh kur kum lujt në Rebro. Sa për informato Rebro dhe Vesterosi geografik janë shumë afer, një orë edhe kanë një fari velateti mes vete. Edhe tha, të kom për cilë, kom shumë qef me të pas këtu. Unë i thash pretendimet i kam, thash për manal, tha po, ani brevesh ullur në dëgjëna që a kemi të ofru. Shajde po në dëgjaj. Edhe pyetjen e parë, ma bëni, tha, e din ku shoh Viktor Lindelöfi. Mbrojtësi Manchester. Drejt thash e kom dëgju, se si isha fort i interesum, tha. Mas 2 viteve. Veç tha po tregoj ajo kon lojtari joni, e kena pas përqindjen e shitjes tutje nga Benfica, sa e kish pas shku si 60 vjeçar. Edhe me i shkurt i kishin pas marr 5 milion euro, domethënë për shitjes tina, se u pat shit 50 milion atje. Edhe tha, po dojna me investu, e kem një projekt afatgjat, po dojna me hin super etan e me unë gjitë sa ma shpejt. Okej. Edhe çka kërkon bla bla bla, thash, unë tash i veç sa për me i hek qafe. Lyp shumë. Me i ra shkurt, mi bënë ndo kushte gëgjat mira, edhe me shpresë që me hyp, domethënë, në ligën e parë, edhe pe aty kadal mu implementu edhe me kriju një ekip të fort konkurruese për me u fut edhe në Allsvenskan. Gjys vitin e pas atje kom shku në Korrik, nuk arritëm se Brage kish pas kriju distancë shumë të madhe, përfundum vend dytë, po nuk arritëm në barazh me kalu tutje. Edhe vitin mbas atij e kena pas ekipën shumë të fortë, edhe arritëm me hyp në Superetan. Aty kom pas edhe fatin me kon kapiteni i ekipit për 2 vite, edhe vitin e dytë kena lujt Superetan, kena përfundu në mes tabelës, edhe u bo me u largu nga aty. Në fakt, erdhë mundësia me ardhë në Feronikel. Se ishëm bisedime për me i vazhdu kontratën aty, isha do me thonë kapiten, pa ta kriju emën gëgjat mirë, pa të mlujt mirë si ekip, edhe vjen mundësia në Agim Sopi. Po, emërim që u bo këto. Po, një projekt suedez dhe në Drenas. Edhe erë momenti... Do veç para mëna, projekt suedez në Drenas. Nuk shkon, po m'jen keq. Ja, mëret me shku mas do vjetë. Qëta hale jo nuk jena. Nas një ven në Kosovë për momentin nuk mund të shku projekt suedez. Besoj që mas do vjetë. As në Drenas, as në Gilan, as në jetu jak put i myti njerit me projekt suedez ka me orë këta. Adin që futbolli po evolon, po shrihen edhe vetë, me thonë trajner, ekipet edhe ndoshta ma të vogla, venet ma të vogla, po kanë mundësi me zhvillu futboll të bukur, defanziv quje që shdush, do me thonë nuk u bo futbolli ma herët me t'i dhon 5-6 copa, është shumë shtirë në ditë sotit. Qysh ke, do me thonë, ndërprejta, që atë se që kjo mu kesh, do me thonë projektet suedeze më në Kosovë, qysh ke aventura në Kosovë dhe Ajro pishman që u ktheva? Një vjetë që ndrohet e një kli. Në përgjithësim pishman nuk jam, se gjithçka do me thonë nisët për diçka të mirë, tash pse lakon gjatë rrugës janë faktor që në ndorë nuk i kemi. U nisë për një projekt gogja të mirë, po pra po thamë momenti, koha, erdhë pandemia, që pandemia ka dëmtu edhe shumë biznese tjera, ekipe tjera, që janë edhe me renome, e lemo të në Kosovë. Po rrjedhi gjithçka në atë kohë edhe... Na breshër me raj dëmton ekipet e lemo pandemia. Për fat keq se Feronikli veç pat pas, do me thonë, lojë ndërkombëtare, lujke, pa lojë ndërkombëtare edhe me ka shpenzoj kë Milanon ka luajtur edhe në arenën ndërkombëtare kur kanë ka prish pak edhe tregun. Po do me thonë gjithçka nuk i bi pishmon asnjë fije. Për lejtare kanë ndres tregun. Për lejtar po, për klube. Po kanë ekip që ja ka dhënë mundësive shumë lojtarëve me shpërthye, me depërtu që edhe sot e saj dite do me thonë e mojnë me vete edhe këtë aventurë. Feronikli, po do mu lidh pak atë, Feronikli janë një prej klube më simpatike
në Superligën e Kosovës presi ka hi, domethënë ka pas një menaxhem të shkëlqyshëm, se në kund domethënë ata pronarët kur I fituan edhe titujt ran, po pastaj erdhi një pronar që e luj kishe ikin, edhe domethënë sinqerisht po tham. Ja, unë po besoj që ai kanë thonë, ai ka thonë okay. Ai ka thonë okay. Jepja që ti 20.000 se do malazeza I beke do fare. Ka pru të ketë lejtarë, gjithçka. Edhe domethënë ai besoj edhe lejtarët kombëtarë ka pru I lirin, Knishin. Këtë në rregull lejtarët e kombëtarë. Kur të menoj çfarë lejtar ka pas Ferronikli se jam na. Ai domethënë veç e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë Ferroniklin se në fund tani u larguar dhe klubi e ka psu. Po, ma vonë ka psu klubi. Ma vonë ka psu klubi. Ja dhe një rend mirësht. Faleminderit shumë. Tash Ferronikli është ligën e parë. Ligën e parë. Se the Super League më herët, po ligën e parë si vetë. Po ligën e parë. Eler riktheheshin prapë në Suedi, shumë lidhur me këtë Suedi. Ma vonë kena me dole edhe dika tjetër. Se Suedes ka pas. Jo, më si harrojmë, harrojt. Po edhe pasaportën Suedi, ja ka ndruar me Svensson ja ka ndruar. Kur mu ka desht. Berisson. Çatë në Burkinë edhe për Monaco të kish pasë. Kur u dosh me pas nuk u kon. Në fund riktheheshin Suedi, lunë edhe 3 vjet edhe jep fund karrierës. Qysh erdhi deri te ky vendim? Edhe pse realisht mosha juaj halo është e re, halo I ri, se ma I risone je. Gjithçka vjen me kohën, po tham epshin edhe atëfar dëshirën për me luajt futboll nuk është lehtë me largu, edhe sot domethënë më pëlqen me u kon fush, edhe pse jam ndoshta e kam filluar zëjen e trajnerit. To e pas parasysh e kom pas një lëndim që e kom mirë mbajt me një kohë gjatë, edhe kom pa të arsyeshme që më mirë me I dhonë një kohë tjetër karrierës me të njëjtat ambicie. Nuk të ke rahat ajo vazhdimisht. Probleme nuk kom pas, domethënë nuk e kom lënë për shkak gjunit ose diçka, se po thjesht e kom pa shkoj ke karriera të rroh poshtë. Aja vlen sa I përket kushteve financiare thjesht u kon me jetu një jetë shumë të mirë, po s'kisha ambicie me shku më nalt. Edhe tash të menoj, mi harxhu edhe 3-4 vjet e me shty me zër, nuk e poshtë arsyeshme, në vend se ndoshta me fillu një karrierë që kish mujt ma shpejt me unë gjit, edhe me menu pak për të ardhmen. Edhe mora vendimin me lanë karrierën, edhe me tregu drejt ashtë edhe në 3 ekipet e fundit ku jam konë Suedi, ku pas edhe në kontratë shënume që me I bo licencimet. Për opinion. Po që të do është me dalë, se I ke kry licencimet dhe të A-ja. Po, për opinion që nuk e din, si ish lojtar në elitën suedezo, që do me thoni përket edhe shteteve tjera në Allsvenskan, do me thoni që janë në gjashme, e ki mundësin me I bo deri të A-ja në formë komprimume licencimet. Do me thonë, unë e kum kry licencimet, I kum bo me Anel Rashken, Markus Bergen që I kom bi 200-300 lojë në panelën e Suedis, Guillermo Molins, shumë emna tjerë, Aris Kulason që ka lujt për Islandën, edhe jemi kon një grup tepër me emra të mëdhaj, edhe e kem kry licencën në formë komprimume. E kem kry për 1 vjet, në me thonë e kem bot C, B edhe A komplet bashk. Pjesë shumë intenzive, që sot ka e kthej menjen, u kon tepër obligime e gjithçka jashtë asaj, do më thonë familje dhe pa ta veç fillu, se si kusht atje e kem pas që dush me pas një ekip aktual, që ti me mujt me kry edhe licencime. Edhe në fund, në 8 orë të vitit kalum, e kom marrë licencën A, edhe kom fillu me një herë edhe para saj, me punu me grup moshat e reja. Si po jetë karriera si trajner, a ma ndryshe? Ma ndryshe shumë? është kalimi me kalu në aspektin e lojtarit, kur e ke pas, do me thonë, veç 2 orë me shkue me ushtru, ose 4 orë kur kena ushtru 2 herë në ditë, u konë tjetër, e ke di që qatë e ki me dhonë maksimumin, ta është faza tjetër, dushme menu planifikimet, nuk është veç planifikimi ditor, planifikimi javor, vjetor, mos të flosëm, shumë aspekte që nuk I kisha pas ditë, edhe normal si lojtar nuk t'interesoj. Nuk t'interesoj. Po shumë do me thonë se, vetëm këtë vetë sa kom arrit me urrit
në aspektin e kompetencës, e shoh veten tepër ma kompetent, jam rrit ekstrem. Tu e pa mundësi, do më thonë që i kemi në akademi atje, tash për momentin i kam unë 19, edhe jam transitional coach një diçka që halon në Kosovë nuk e kem, do më thonë jam përgjegjës për lojtarët që janë në zhvillim pak ma para, edhe janë aktual për me hinë ekip të parë. Edhe jam unë ai përgjegjës që e shoh zhvillimin e tyre që ka nevojë për me i kyç sa më shpejt në ekip të parë. Je të punu me Albert Bunjakun atë? Është përgjegjësin e Kosovës. Alberti është sa ka qenë ndim. Alberti është shefi i akademisë, edhe Ti je trajner unë 19. Po, është gjenerata më e vjetër na që e kem, se unë Istenisha nuk kemi. Po. Edhe normal unë jam i punësuar prej klubit, ai e ka domethënë pjesën administrative sa i përket komplet akademisë, që është në grup moshat e reja dhe i nalt, edhe pastaj kemi nda me na trajner që jem përgjegjës për grup moshat. Shifemi çdo ditë, po nuk na bjen ku me ditë sa se obligime. Ajo është goxha e mirë se veç ti qën detyrat, na duhet me i ekzekutu. Po e mirë, si mundësi, ka shumë njohuri, ka një eksperiencë të hatashme, ka punu edhe në akademi, ma heret në Kalmar e ka cek, edhe ka bo shumë ndryshim të madh që edhe sot po flitet për akademin tonë. Iler, do më thonë, në Suedi, jo veç me klube që ke lujt, po aty e ki ndërtu edhe jetën. Momentin që shkon në Suedi, bosh edhe me lidhësh me artën, që sot është bashkëqortja jote edhe keni 2 fëmijë, Dionin edhe Malean. Qa do me thonë këta 3 emra për ty, sigurisht për krejt, është diçka. Zbohet fjalë, kjo është një dhurat që gjatë karrierës kom hasë edhe në partnerën tem. Do me thonë si dole pi Kosovës direkte në artën. Krejt rrugë t'ju kanë qenë. Ja, unë e thonë kështu, ro ajo në mu. Ja, po, nuk i dihet fatit jetës ku e kem, jem taku, edhe sot i kem 2 fëmijë, shnosh e mirë, jeta vazhdon, futbolli, jetët kujtim, edhe kjo është e bukur e jetës. Ja, ki po hajrën Suedi, zë veç me futbol. Ta shti ti merre qysh duhet. Pasoshin e... Ta shti mu kësy mrapa. Një qytetar suedez. Me pas shku në Monaco, me pas shku për shamon në Shanghai, nështë këto sot si Farfranquske. Nuk i kisha. Zbesoj që ki let tash më këthy në shme. Që për mene franceze, kineze. Unë e ta prejshit pjesë. Jo, po, normale, ajo jetës nuk i dihet ku e gjenë fatin, pos fatin, se nuk është let me konë me një sportist. Kredibilitet asaj derin në fund jetës, se ka duru, më ka përkra, se nuk është letë me konë bashkë me dikën që nuk i dihet vitin e parë këtu, e me veç sa për informon, 8 herë kemi ndru vend banim, nuk është e letë. Edhe do me thonë tonë kohën aeroplan. Mirë me thonë, ku si kemi hekteshat prej kofera. Ajo tonë kohën me fëmijë, qatë që kemi parë jetë. Dioni, a ka mor talent prej babit. I interesu me pashën futbol që jo, me ndres Cristiano Ronaldos, që aty pak të më dëllë për qefet, i thash Mesit duesh me bajt. Po intervenojmë edhe na. Jo, Dioni po shprej interesim shumë të madh që 2 vitet e fundit për futbol, është i angazhuar edhe vetë në akademi atje. Inshallah e ka fatin, shëndetin, mundësit i ka. Edhe na vetë si prind, unë vetë kom pas fatin prindi jem, në më thonë, më ka nejt afer, më ka përkraje, më ka shty e gjithë shka, edhe normal që për prind, si prind na vetë, mundu me avjep mundësin, me shty me zërë, nuk dojmë, po normal ajo qefi, që pse ju me vazhdu traditën. Urojmë. Për ata që se din, Iliri është vllai e Lionit. Lioni Iliri o maj madhe. Trajneri që tash me Prishtinën e Re është në Superligën e Kosovës,
ka bu një punë jashtëzakonisht madhe në atë klub I cili veç u rrit edhe është u zhvillu, edhe është një klub shumë simpatik. Ai në futboll si futbollist nuk ka pas karrierë, po si trener po del që ja ka nis më mirë se ti. Po se në ekip para ai. Po. Eloni ka luajt në Rami Sadik, Edhe në Prishtinë. edhe në Prishtinë, një kohë, dhe ka lënë qysh herët futbollin. Edhe herët ja ka nis punën e Edhe trajnerit. herët ja ka nis. Nuk e di ka I lindi ideja mu bo trajner me të thonë drejten, edhe e di që shumë I ri e ka pas marrë Rami Sadikun. Po. Në më thonë Shumë moshën i ri. 25 vjeçare, po 25 folëm para vjeçare, 5 vjetëve. Po. Ja Me po ta kthy- bën histori ne. Me Histori, këthy na. kështu 5 vjet me u kon trajner ku do rritesh. Po të që jena të jetu në Hoffenheim, ata do 27 vjeçar. Po. A u kon mundësi shumë e mirë për ta, normal e let jo si rrugtim, tu e nis me Rami Sadikun që nështë ambicet nuk I ka pas me unë gjitë në altë, po thjesht e kam pas një koncept që me kriju Pa marrë lojtar. parasysh as ekipet e ligës tretë është shumë problem I dhonë Po, kompetenca një 25 vjeçarit. Kështu që po, është I ka ra mirë, se u rritë si trajner, e ka di shumë herë që ka po dënë, dhe e ka pas fatin, edhe me pas suksese, edhe me Rami Sadikun nëse s'ga bëj, ka pas shku deri në çerekt finalit Kupës Po, të Kosovës. kupës, po. Vendimin që me shku të Shkëndia Hervalis atëherë e qujton, Po. me ro një kategori ma poshtë, po me një projekt që po shihet edhe sot ja ka vlejt, ja ka lejt. ku për 3 vite ka arrit me u fut në ligë të parë edhe mu konë shumë konkurrues që edhe në vitin e parë në ligë Ligën të e parë, parë, po. për pak që nuk arriti me u Po. fut në Super League, si vjet do me Me thonë barazh. që e arriti do me thonë atë Synim. synimin që klubi vetë e ka paraqit si projekt në fillim edhe sot e gëzon epitetin e Trajnerit elitar, sa. elitar. Dhe jam shumë krenar për ta, se definitivisht flitet mirë për ta, s'kam qef me ja bo fort qefin, se I thëm që ka hala akoma me mri, nuk e quj, do me thonë pse aje e ka bu ma heret ajo, se unë e thjesht se cili e ka nis rrugtimin dikën, po thëm 5 vite janë shumë të mëdhaja për me u bo trajner ku është ai sot. Edhe inshallah ka shëndetin e ecë ma shumë Po. e tutje. Ta voglet ma shumë trajnera janë. Po. S'di pse ç'është. Edhe shkombinja ka murcëjen. Edhe e ke po të ke të Hollandit dhe kënë shkojnë dim si granitit, se kam problem, domethënë. Po. Edhe koha që ati kena, domethënë. Po, I modhi është ndim si Ndim si të të voglit. Ama që ky modhi po geti mon balansat për mas. O këtë ndim sa ti krym punë. Valla. Të ja shtru vetës rrugën, mu bëndim se dhe ndikon. Pritej mu kontra e në parë. Iler, e kemi pa që futbolista prej Kosovës dalin shumë kohëve të fundit sidomos. Po trajnera jo, në Evropë e kom fjallën. Eloni konsiderohet si një prej trajnera aftëri më të mirë në Kosovë, ose më me potencial tu bazu në këtë, do më thonë, këtë farë karrierën që e ka ndërtu kë prej Rami Sadikut e një Shkëndije në Prishtinë të re, edhe që është Pjesë e shkollimit federatës është. pjesë e shkollimit federatës, Shumë do më thonë. rëndësishëm. A beson që Eloni mënet me thy këtu barrierat për me dal, mu konë trajner kosovar, me dal me bu karrierë në Europë? Nuk po flas për Maqedoni e Shqipërisë se ka ndodhur më herët, Po. do më thonë po për një kampionat më të fortë. Mundësit janë për krejt. Po. Tash të e kthy pak në aspektin e trajnerëve vetë që janë bo, gjithçka lidhet me leadership. Normal, mora pa leadershipit, vjen edhe aspekte taktike, tekniko-taktike që ti dush me u konë I përgatitur, edhe mbi gjitha mos të harrojmë që si lojtar po si trajner kime konë edhe I varur prej rezultateve. Rezultatet bujnë ato që ngrisin në karrierë, po mbi gjitha nuk bën me u harru humaniteti, si njeri, qasja ndaj lojtarëve, se nuk është bransh I lehtë. Po. Mi dhon një epilog, një vendim negativ një lojtari nuk është e lehtë. Sot e kuptoj, ma herët nuk e kum ditë. Mi thonë dikujna për shembull që nuk bëhesh pjesë e planeve të mia, Po. nuk ishe lehtë, po I detyruar me pas edhe lojtar që dush me I majt anash. Po.
E me ditë me menaxhu këtë situatë, kem plot raste, domethënë në për Evropë që po i shohim kanë bagazh lojtarëve, mbi 30 lojtarë, po din me i majt motivum ekstrem. E këtu po du me hy që është leadershipi numër 1 për menimin tem. Po ndrohet gjenerata e trajnerëve në Kosovë, më vjen mirë, po ju jepet mundësia, në fundit na duhet me pa epilogun pak ma larg, jo vetëm të aspekti e rezultateve. Po mundësit i kanë, po thëmë prap, si është ajo dëshira e punës, dhe Ti po flet pak ma gjënë në për veti direkt për vllahën. A beson që me një tash i ka 5 vjet karriere? A beson që në 5 vjet e ardhshme lon mujna me pa me një kampionat evropian, cili do koftaj se s'po thon Bundesliga ose Serie A? Tu e dit punën që e bën, e angazhimin që e bën e Loni, se unë me to domethënë flas dita ditës për fat keq ju që tash si vlla, po flas shumë futboll. Se zakonisht tërni jo të jashtit me kamerë. Edhe na bjen me fol, po me tempon që po e zhvillon, mënyrën e rritjes, domethënë gjitha angazhimet e shoh definitivisht mundshme që mundet më ia dalë edhe në arenën ndërkombëtare. Për fund, një pyetje, a do të vazhdosh tjetër në Suedi apo e ki plan më kthy në Kosovë? Me naj klub ose në grup moshat kombëtarës ose... Vedi që u boni punë shumë e mirë, këtu legjendat e kombëtarës. Nuk e përjashtoj mundësin, unë e kam synimet e mia me këtë punën e trajnerit, e shoh veten larg, tu e ditë mi shfrytzu edhe kontakte që i kum kriju gjatë karrierës tan futbollistike, me menaxher, me klube, një të mirë që ja kisha sugjeru çdo lojtari aktiv me i majt kontaktet, me u largu pe i klubeve në mënyrën më të mirë të mundshme, se nuk i dihet se si kthehesh, në çfarë forme kthehesh. Që edhe sot po e shoh, domethënë kontakte shumë të mira që kam me ish klubet e mia ku kam lujt, që edhe sot kanë shpreh interesim, domethënë për më afru në brenda akademisë më rrit, po unë javë kum bëu shumë me çfarë, domethënë ku e kam synimin tem. Po jetës nuk i dihet prap, po kom qenë shumë i hapur për gjitha mundësit, pse jo me i nimu edhe i vendit tem që e kom shpreh edhe haptaze edhe në për intervista tjera që atë pak sa di për momentin, pse jo me pru një kulturë të re për me u zhvillu e mi u ndihmu lojtarëve të re. Projekt suedez në Kosovë. Ato s'kisha dosh me qujtë suedez, po thjesht me mi u ndihmu se kjo fëmijë Prishtinës e gjithë, fëmijë Prishtinës. Bon mundi mirë, se për shkakun kohën tonë na kur jena konë su fol për projekte. Te na u konë del krye punën, edhe sot me ditë me pas trajnerit rrit, trajnerit din edhe me ta hub karrierën. Pse jo mos me dhon këtë mundësi që me zhvillu edhe lojtar, po edhe me kriju suksese. Ilir, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë që na nderove me prezencën tonë. Shumë faleminderit Ilir. Na kënaqem zakonisht të fol për futboll me njerëz nivelit tonë, domethënë që edhe me shkollim tash ka arrit shumë nalt, ke për një me kënaqësi me fol me ty. Shumë faleminderit për ftesën. Jeni të e bëni podcast shumë simpatik, tepër i qëllum, me ditë pak ma shumë detaje prej krejtve musafirve që i keni pasi që do i keni, edhe përgëzoj për punën, vazhdoni me këtë ritëm se jeni të e bëni punë shumë të atashme. Shumë faleminderit. Atëherë, shqiptarët e nderuar, para se ju përshëndet, mos të harrojmë edhe mi falenderu mbështetësit tonë që janë pija numër 1 në vend, Golden Eagle. Jo vetëm në vend, po edhe me gjërë. Si dhe pasi është koha e pushimeve, atëherë rezervoni aventurat të reja me Air Muni. Mirupafshim. Golden Eagle. Only eagles fly.